Festa e liçenit ishte kryefjala e kësaj fundjave në Shkodër, duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj në brigjet e liçenit të Shkodrës, aktivitetet sportive dhe turistike, shëtitjet me kanoe, biçikletat në ujë si dhe gatimet tradicionale të servirura në Shirok dhe Zogaj, krijuan një atmosferë të veçantë festive. Në qendër të festimeve ishte Zogaj, i cili mirëpriti festën e liçenit me një program të pasur aktivitetesh, traditash dhe kulture. Vizitorët patën mundësinë të njihen me historinë e liçenit, bukuritë natyrore të zonës dhe mikpritjen karakteristike të banorëve, të cilat bën që çdo mysafir të ndihej si në shtëpi. Mundona me punu sada pak për me mujt me i rujt rrjetet. Artizanal. Te është brez mas brezi. Gjithmonë tonë jetën ky vend, ky komunitet me i me rrjeta e shrit. Ka po dikur peshkatarët e vjetër tash i bën fabrika, dikur i kanë bën dorë të lloj rrjetash. Kaj peshkatarët mirë kanë gjenë. Edhe shoqitesh, brez mas brezi na kanë lënë tash kanë një vjetër na kanë lënë edhe na trashëgojmë të shkafat. Ka qenë një iniciativë e bashkisë për të promovuar fshatin Zogaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujit, këtu në Zogaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur derë me derë edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjorët, ku i kanë mikpiritur edhe kanë degustuar ushqim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushqimin shumë të shijshëm të Zogajve. Shkodra ka disa, po themi një diamante që turistët vinë, por liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë e UNESCO-s, pra, liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është që ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi, këtë trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën. Festa e liçenit konfirmoi edhe një herë potencialin e Shkodrës si një prej destinacioneve më tërheqëse turistike të verës, duke promovuar natyrën, traditën dhe mikpritjen që e karakterizojnë këtë zonë.